Kryeministri Edi Rama reagoi këtë të hënë pas bllokimit të rrugës Librasht-Pogradec, duke deklaruar se shembja vjen për shkaqe të rrëshitjes në rrugën e vjetër dhe jo për paftësisë së autoriteteve. Duhet një ligësi e madhe, një dëshpërim i thellë dhe një padije e rëndë për t'ia faturuar qeverisë problematikën e një rrëshitjeje gjeologjike të masivit natyror në anë të rrugës së vjetër, që ka impaktuar edhe aksin e ri, por që ka zero lidhje me ndonjë përgjegjësi profesionale a teknike të projektuesve, zbatuesve apo autoriteteve përkatëse, tha Rama në rrjetet sociale. Kryeministri e bëri reagimin pasi udhëtoi drejt Korçës me helikopter për të inauguruar polin e dijes. Me aks të lirë a me aks të bllokuar, ky fluturim me helikopter ishte planifikuar kohë më parë, pikërisht sepse grupi që vjen do të shohë Korçën, Vlorën e nesër Tiranën në vetëm 24 orë qëndrimi në Shqipëri, shtoi Edi Rama në postimin e tij.